Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht Allahun e madhëruar e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kënd udhëzon Allahu i lartësuar në rrugë të drejtë s'ka kush që e humb, dhe kënd Allahu subhanahu wa ta'ala e lënë humbje me drejtsinë e tij absolute, nuk ka kush që udhëzon posti. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj që Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguari i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe fisnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe vazhdojnë me pasu me të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, sot me lejen e Allahut të lartësuar, kena me trajtu një temë e të cilët ka të bëj me qenësinë e Allahut të lartësuar. Se si ta njohim ma konkretisht Allahun subhanahu wa ta'ala dhe çka duhet ta kemi parasysh në këtë njohje. Allahu i madhëruar nuk përkufizohet. Imam Tahaviu rahimahullah ka thënë, ai është i lartësuar nga kufizimet dhe caqet, nga mbështetësit dhe organet. Nuk e përfshin gjashtë drejtimet ashtu siç ndodh me krijesat në tërësi. Pra, Imam Tahaviu në metnin e tij na ka shpjeguar në këtë mënyrë. Fillimisht e ka trajtu pikën kryesore. Pra, e ka pastruar Allahun subhanahu wa ta'ala nga të metat. Dhe ka tregu që ai nuk kufizohet siç kufizohen krijesat. Pra, një dallim prej Allahut subhanahu wa ta'ala, që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk mund të kufizohet siç kufizohen krijesat e tij. Dhe Allah i lartësuar nuk ju përngjon atyre në asgjë të krijesat e tij. Asgjë nuk kanë të njëjtë Allahu subhanahu wa ta'ala me të krijesat. Siç e kena thënë ajetin, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Ky ajet, vëllezër të nderuar, pothuajse në çdo pikë të tauhidit ka vend. Dhe sigurisht që nëse këtë ajet e merr për bazë muslimani, atëherë nuk ka mundësi me humb. Për arsye sepse Allahu i lartësuar e ka treguar që ai nuk është i ngjajshëm me asgjë. Ai është gjithë dëgjues, gjithë shikues. Ka përmend këto dy cilësi pra që për me tregu që dëgjimi dhe i tij dhe shikimi i tij janë real, mirë po nuk janë të ngjajshëm me krijesat e tij. Mirë. Qëllimi i tij për kufizimet është që Allahu i lartësuar nuk ju nënshtrohet gjashtë drejtimeve të cilat i njohin njerëzit. Si për shembull lart, poshtë, djathtas, majtas, para, mbrapa. Allah i lartësuar nuk kufizohet me këto drejtime. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, "Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilm." Ai i den ato që ishin para tyre dhe ato që vinë pas. Po dija e tyre nuk mund ta përfshi apo përkufizoj atë. Pra Allah subhanahu wa ta'ala i den edhe ato të cilat kanë qenë, edhe ato të cilat do të vinë, mirë po dija e tyre, krijesave e tyre nuk mund ta përfshi apo përkufizoj Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithë të parë tonë të mirë, prej sahabëve, e deri tek gjeneratat e më vonshme, tek 4 imamët e mëdhenj, e deri tek ditët e sodit, i gjithë ahli sunna wal jamaa janë të pajtimit që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk mund të kufizohet. Që Allah i lartësuar është i lartësuar te krijesave të tij. Allahu nuk është në krijesat e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala në 7 vende na ka thënë Kur'an, e njërin prej tyre ku thot Allah i lartësuar, "Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa." Dhe i gjithëmshirshmi u ngrit mbi arsh si takon madhërisë e tij. Se mos ta mendon njeriu se ngritja Allahu subhanahu wa ta'ala është si ngritja e krijesave. Arsha lillah, Allah i madhëruar e ka potencuar që Allahu subhanahu wa ta'ala është ngritur si takon madhërisë e tij dhe jo në përgjithësi me krijesat e tij. Ngritja, ka thënë Imam Maliku, është e njohur, e pyetja se si është bidat, e mohimi i tij është kufër. Pra besimi është obligim, sepse Allah subhanahu wa ta'ala ka pruar jo një herë, po 7 herë në Kur'an e ka thënë. Dhe ta'wil nuk mujna me i bëu këto, sepse Allah subhanahu wa ta'ala nuk mujna me i bëu qënësisë të tina ta'wil. Mujna gjëra të cilat Allah i ka lejuar, mirë po disa gjëra janë në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po e dim, e besojmë se Allah subhanahu wa ta'ala nuk është në krijesat e tij dhe ai është i ndarë prej krijesave të tij, nga se lartësia Allahu subhanahu wa ta'ala as nuk mund të
përkufizohet, as nuk mund të përshkruhet, as nuk mund të imagjinohet, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk mund të shihet në këtë dynjë. Pra Allahu i madhëruar është krejt ndryshe prej asajna të cilët njerëzit mund ta përkufizojnë, apo mund ta përshkruajnë, apo mund ta imagjinojnë. Ebu Hanife rahimahullah në El Fiqhul Akbar ka thënë: Allahu subhanahu wa taala ka treguar që ka dorë, ka fytyrë, ka veten e tij, an-nafs. Ashtu siç e ka cekur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Ato i ka cekur Allahu subhanahu wa taala dhe pa e ditur në formën e tyre. Dhe asese na nuk duhet me mendu që dora Allahut është gjymtyrë si dora jonë, apo fytyra Allahut është sikur fytyra jonë, apo çfarë do cilësie tjetër është sikurse sepse na e përkufizojna, na e bojna gjymtyrë. E Allahu subhanahu wa taala mund të përkufizohet? Allahu subhanahu wa taala mund të përngjasoj me krijesat e tij? Asha lillah. Allahu nuk është i ngjajshëm me asgjë. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar që është i veçantë në surën Al-Ikhlas. Allahu subhanahu wa taala thot: thuaj, qul huwallahu ahad. Thuaj Allahu është një. Dhe i vetëm. Allahu samad. Të gjithë ka nevojë për to. Pra, gjitha krijesat e tina janë nevojtare për Allahun subhanahu wa taala. Këtë janë dorën e tina. Lem yelid wa lam yulad. As nuk është i lindur dhe as kush nuk ka lindur prej tij. Pra Allahu subhanahu wa taala është i pari pa fillim. Krijesat e tina këtë kanë fillim. Dhe i fundit i pa mbarim, këtë krijesat e tina kanë mbarim. Allahu subhanahu wa taala nuk ka mbarim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe me të as kush nuk është i ngjajshëm. Na ka treguar që Allahu nuk është i krahasueshëm. Kufuwan ahad. Askush nuk është i krahasueshëm me Allahu subhanahu wa taala. Allahu është një i vetëm, është krijues absolut i qieve dhe të tokës. Dhe ky është tauhidi, kjo është besimi, kjo është akidja e ehli sunna wal jamaa, dhe kështu e besojnë atë gjithë besimtarët muslimanë. Prej pejgamberit alayhis salam edhe gjithë pejgamberët e tjerë më hershëm kështu e kanë njoftë Allahun. E deri në ditët e sotit. Andaj, asë se njeriu nuk duhet ta mendoj, apo ta përkufizoj, apo ta imagjinoj, apo t'i jap formë që nësisa Allahut, sepse na nuk e njohmi Allahun e lartësuar në qenësinë e tina. Allahu na i mundsof me po Allahun subhanahu wa taala në xhennet, sepse aty kom ja u mundsu Allahu subhanahu wa taala besimtarëve po. Allahu na bëj besimtarë të sinqert që besojnë Allahun hak dhe e shpresojmë ditën dhe takimin me të. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.